që ne të jemi të udhëzuar në këtë rrugë dhe të mos lajthisim nga rruga e drejtë, ajo që duhet bëjmë është që t'i përmbahemi pikërisht nafileve. Në një hadith kutsi, Allahu te bareke wa taala ka përmend se farzi është parsore, po? Farzi është diçka që nuk diskutohet, është diçka që duhet ta kryejë secili për nesh dhe për kryerjen e tij në një farë forme, ai nuk guxon që të mendoj të falenderohet, për shkak se e ka çuar në vend një detyrim, apo? Ndërsa për kryerjen e nafileve, ai meriton një respekt të veçantë. Kryerja e nafileve, falja e suneteve, e ka një rëndësi teje të madhe, ashtu siç Allahu në këtë hadith kutsi e ka përshkruar: "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." Robi im do të vazhdon me fal nafile derisa ta fiton dashurinë time. Pra rruga, mënyra se si ne e fitojmë dashurinë Allahut te bareke ve teala është nëpërmjet faljes së nafileve, nëpërmjet faljes së suneteve, nëpërmjet këtij aspektit vullnetar. Nderuar vëllezër, ne i kemi falë për një herë 20 rekate, apo? Dhe ai që i ka falë 20 rekate është përmend nga hoxhallarët shpesh, kush i fal namazin e taravive me imamin, llogaritet sikur të falë të natën, kush e fal namazin e taravive me kam Ramazane, i falen gjunat e mëparshme. Mirë, kush i fal 12 rekate gjatë ditës namaz vullnetar, çka fiton? E fiton një shtëpinë e xhennet. Dhe këto janë të ndara. Pra jo për një herë, ne i kemi falë në Ramazan 20 rekate për një herë, na kanë marrë kohë, na kanë marrë energji, na kanë marrë mend, ndërsa tani gjatë ditës ka mundësi që në periudha të ndara dhe nuk na marrin më shumë se 20 minuta me i falë të 12 rekate, edhe me fitu një shtëpi në xhennet. Prandaj nderuar vëllezër, dietarët musliman kanë thënë se në qoftë se e shehni njeriu i cili i lën sunetet, dyshoni në fetarinë e tij. Në qoftë se e shehni një njeri i cili braktis sunetet, nuk i fal sunetet, nuk i fal nafilet, një farë forme dyshoni në përsosurinë e fetarisë së tij. Nuk mund të jetë, siç kanë thënë dietarët, nuk mund të jetë besimtar i devotshëm ai njeriu i cili i lën sunetet. Nuk mund të jetë besimtar i mirë ai i cili i braktis sunetet. Fudhajl ibn Iyad ka thënë farzi është kapitali. Ata që merren me tregti, farzi është kapitali, ndërsa suneti është fitimi. Farzi është ajo që ne, siç tham, duhet me kryej, është obligim, duhet me kryej patjetër. Ndërsa sunetet, nafilet, namazi vullnetar është fitimi.